Pyetja ka qenë a mund të ndryshojnë rregullat e lojës gjatë procesit të votimit. Megjithatë, këto gjykata kushtetuese pak e ka forcu pozicione atyre që mendojnë që edhe kjo është një prej mënyrave, ose të paktën nuk e shkel kushtetutën, sepse partitë ish opozita, domethënë janë thirrë natë që ndryshimi i rregullave të lojës gjatë procesit e shkel një farë mënyrë kushtetutën. Është drejt kjo me qenë që gjykata është përcaktuara dhe me një akt gjykim gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese këtu prapë u ka lënë në vullnetin e deputetëve, në vullnetin e partive politike, nëse dojnë domethënë ta bëjnë një gjë të tillë, pra prapë është kthy në farë mënyrë se mund ta përdorim atë terminologji, topi është kthy partive politike dhe deputetëve. Ky 30 ditë që e ka përmendur është goxha, ndoshta ka nevojë që të definohet ende më shumë. S'ka në rast se nuk konstituohet për 30 ditë. A do shkoj vendin zgjedhje, a do shpërbëhet kuvendi, si mund shpërbëhet përderisa ende nuk është bë. Ky 30 ditë që jap një mundësi partisë që dele para me një votë, ma shumë se sa parti tjera, në kombinim me vendimin e vitit 2014 gjykatës kushtetuese, në rast se është e pak kënaqur me rezultatet që ta çojë vendin zgjedhje. Për 30 ditë nuk konstituohet, nuk zgjedh kryetari i kuvendit. Deri tani e kemi pasur që presidentja ose presidenti, mos zgjidhja e presidentit e çon vendin zgjedhje. Me këtë vendim tani është shtu edhe një barë tjetër. E ka bërë më komplekse funksionimin e institucionit, sa që edhe mos zgjidhja një posti siç është kryetari i kuvendit mund ta çojnë vendin zgjedhje pas 30 ditë. Domethënë i ka shtu kompleksitetit të gjithë situatës. Mirë, e thashë në fillim ka filluar interpretimi të ndryshme partive politike. Fal. Apo në një sekond. Nuk mundet me shku në vendin zgjedhje pa u themelu që ky kuvend e me u shkarku që ky kuvend. Edhe kjo është më mirë, palet duhet që shkarkohet kuvendi, shpërbohet. Atëherë shpërbohemi atin që duhet. Çdo deputet duhet me dorëzu mandatin. Le ta dorëzojmë mas 30 ditë, s'ka arsye të është bërë që shpërbohet. Atërim pak të interpretimet. Kuran Murati, deputet i lëvizjes vetëvendosje, thot votimi i fshet nuk e shkel kushtetutin, pra lejohet. Të gjitha partitë duhet të angazhohen për të konstituuar kuvendin, sidomos ato që propozojnë antar në kryesi të kuvendit. Të gjithë deputetet e kanë problem të marrin pjesë në votim. Këto i kemi thënë që nga dita e parë. Këto i pas ka thënë edhe gjykata kushtetuese. S'ka nevojë as 30 ditë të pritet që nesër mund të procedohet me votim të fshet dhe kryhet kjo punë. Ky është interpretimi i Heguran Muratit. Gjykata kushtetuese ka thonë kështu. Ndërkohë, se pas ka lezu heq ky. Abelar Tahiri i Partisë Demokratike që thotë gjykata kushtetuese ka folur qartë. Vendimi për themelimin e komisionit për votim të fshet në seancën konstituive ishte jo kushtetues. Ky është një akt gjykimi i rëndësishëm që ndal një devijim të rrezikshëm kushtetues dhe vërteton se procedurat parlamentare nuk mund të përdoren si instrument bllokade politike. Prej 15 prillit konstituimi i kuvendit është bllokuar, fillimisht nga dështimi i grupit më të madh parlamentar për zgjedhur kandidatin e tyre për kryetarin e kuvendit dhe më pas nga 30 prilli për insistimin të një propozimi jo kushtetues që pengoi vijimin e seancës konstituive. Në cilësinë time si deputet kam dorëzuar komente mbështetëse dhe në këtë rast për të mbrojtur rendin kushtetues dhe për të ndalur instrumentalizimin e rregullave të kuvendit nga një